Unë isha në shtëpi me familje. Njohsa një vajzë tjetër dhe martuar dhe ajo me fëmijë, me burrin. Dhe mori vesh nusja, e zui për flokësh edhe kyshe ka ngrat, am kupton. Po kam beshtazane, kam qu dhe fshevrazi, në doktor. A e thot që s'jam goca jote, do viti që të vdesim edhe mos i marrim gjunafet e vete. Përshëndetje miqit e mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të jemi në Selanik, do të hap dritaren për 53 vjeçarin nga Durrësi, Luftar Toska, i cili ditën e sotme do t'rregojë një histori dashurie jashtëmartësore, ku është bërë baba dhe kërkon të njohë vajzën e tij. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur me këtë 53 vjeçar përpara disa viteve, i cili solli shumë konflikte në familje kur gruaja zbuloi tradhtin, do të jetë vetë luftari i cili ditën e sotme do e rrëfejë të gjithë të histori me shpresën që e bia apo ishe dashura do e ndjeki. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë 53 vjeçarin. Luftar, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia, nga Selaniku. A, jeton në Selanik? Po. Luftar, i lexova mesazhet e tua në internet dhe ju keni një histori dashurie, le të themi, ku ka ardhur në jetë një fëmijë. Po. Po mund të ma tregosh historinë, sepse ti je në kërkim të vajzës tënde, me sa kuptova unë nga mesazhet. Po, rasin sot e 25 vjetë, 26 vjetë. Më parë. Po, më parë, kam qenë i martuar edhe kishe një lidhje jashtëmartësore me një tjetër. A kupton? Të kuptoj, por i martuar dhe u dashurove me një tjetër? Po jo se isha e ndarga, nëse ishim që të dashuroj që të takoheshim, si të themi tash, unë isha në shtëpi me familje, a kupton? Njohsa një vajzë tjetër që takoheshim, pinim një kafe, dilshim me fjalë për nevojat tona personale. Si mund ta shpjegoj? Nuk e si të na shpjegosh, një tradhti bashkëshortore. E vërtet. Sa vjeç ke qenë atë kohë, Luftar? Atëherë kam qenë 30 ca vjeç, edhe sot jam 53. 53 vjeç je sot, e kuptoj. Kam qenë Çfarë ndodhi? Ti njohur në këtë zonë dhe ku ka ndodhur ngjarja? Në cilin qytet të Shqipërisë? Njohë të vajza në qytetin e Durrësit. Në Durrës, po? Po. Aty njohta një vajzë e martuar dhe ajo me fëmijë, me burrin. Edhe ajo e martuar dhe ti i martuar dhe të dy kishit një lidhje? Po. Po, e vërtet. Njohtëm pëtush për një vit bashk, unë të hapë unë erdha të për Greqi, mora familja dhe erdha për te, se me thamë drejtë e mori vesh nusja, gruja që kishe, u zonë, u bane një tjetër, ka marrë familja dhe ka marrë të te. Pra, në momentin që gruaja zbuloi tradhtin, filloi konflikti dhe është normale kjo gjë dhe ti vendose të shkëputeshe duke u larguar në emigracion. Gjatë kësaj kohe që isha në Durrës, që neta afër i vit. Po. Erdhi një fëmijë, ngeli shtatzën me çupën që u përpesot, kupton? Nga kjo marrëdhënie, nga kjo dashuri, le të themi jashtëmartësore, erdhi në jetë një fëmijë, vajza juaj. Bravo. Po. Bravo. Edhe e marrë vesh atje në Durrës, ka motrën që i kishe komshie, potra ime, i kishe komshie këtë zonjën. Edhe më thot motrë që lindi filaka, qup, e një tjetër me kërë, i tërgoj që lindi. I dashur Luftar. I dashur Luftar, më falë se do të bëj dhe pyetje. Në momenti që vajza erdhi në jetë, ju ishit ndarë me zonjën? Kishit marrëdhënie kur erdhi në jetë vajza, apo ishit shkëputur me njëri tjetrin? Ishim shkëputur. Ishim pëtushë, ja 2 muaj që ishim shkëputur, muaj gjys, që kur mori vesh nusja
që kishin një lidhje tjetër, e fjallë të trastin, që mësoj trastin, që atëherë u shputa edhe ktheve. Ajo, u a konfirmoj që ishte shtatzën me ju? Po, s'u kam që vetë prezent dhe ku ka qenë 8 mushër. Me parë kam që vetë prezent. Kjo ma ka parë që e kjo ditën e parë, që kanë kështë shtatzan, po kanë kështë shtatzan e kam që dhe fshevrazi në doktor. Në kuton. Por, Që kemi pa vizitën në po një tjetër një fjallë. Po e atë ku i radha si unë isha vetë prezent, që se plasim që drejt, i shoqi nuk ishte në Durrës, po ishte me fshat një arës që punote, edhe që ishte vetë me një vajzë vogël që kishte. Kupton? të kuptoj, dhe ju që ishit, le të themi, partneri i saj, i dashur i saj, kujdeseshe për të Bravo. dhe për fëmijën tënd që do vinte në jetë. Bravo. Erdha këtu në Greqi pastaj, sot motra që lindi, është vajzë, një tjetrën. Kthehem pas disa vitesh në Shqipëri, prapë ke motra, vetëm për ta parë, jo për gjë tjetër. E pashish në kohë ka qenë goca 10 vjeçe, 9 vjeçe, nuk doja që ta t'i ngacmoja, se nuk doja që t'i shkatërroja edhe familjen tjetrës, apo do. Pra, ajo le të themi e solli në Nuk jetë doja që këtë t'y vajzë. mes të që t'i shkoj që është fëmija ime. E kuptoj. Në jetë erdhi vajza juaj erdhi në jetë i dashur luftar, ajo nuk u nda nga burri i saj dhe për atësi ajo mori burrin e nënës, u regjistrua në trungun familjar të nënës, dhe pse babai biologjik ishit ju. Bravo. Po. Po, Po. Ajo rinjën e babaj që ka sot, am kupton. të burrit të nënës, se nuk është ai babai, jeni ju, e qartë. Bravo, po, normale. Dhe kam shku mas shumë vitesh në Shqipëri, që shkoja duke motra dhe Shqipja, se motra e kishte përballë të zonjën, e kam pa gocën, nuk mund t'i flisja ato që t'i thoshe që jam babaj, se nuk du që t'i shkataroj si familje, se nuk është gjë e mirë ajo, që ti që pas ka shkohë si të tjetër që, apo tjetër që është fëmija ime dhe si gjyshtek nuk qofse më kupton. Vetëm e kam parë, kanet e mu e kam parë për ja i mu i rjesht, edhe kam ikur. I dashur luftar, gjatë saj kohë që ti erdhe nga Greqia dhe ndëndi një muaj ku monitorove dhe peve vajzën tënde, me nënën e saj, ishte dashurën tënde, nuk fole? Jo, nuk fare. Nuk kërkove që ta njeh vajzën tënde, apo u tërroqe, duke ditur që ishte e vogël dhe nuk doje ta dëmtoje? Po nuk doja që të krijoj probleme me amputon. Dhe çfarë ndodhi më pas? Bravo. Më pas, erdha këtu në Greqi, e ka marrë, ka qenë goca dhe e ka marrë telefon, se i kanë të numin e telefonin nga fëmijët e motrës. Po, E ka marrë telefonin dhe i kam thënë që unë jam filan fisteku, quëm, se para se ti them unë, besa i dhe goca motrës lunë dhe bashkë me gocën që është në Shqipëri, më kupton? po, ishin shoqe. Luani bashkë, se ishin konsultë. Edhe i ditja thotë, që di që kam në ty, jo, i thotë goca, nuk e di, unë kam gozdaje. Si më ke gozdaje, di mu? Po, se daja im ka pasjetu këtu, njoh me mamin ta të këshuan e këte dhe ka është një tjetë. Edhe goca hyte shkonte te motra ime ke shtëpia, me se lutem me mbesën. Por, sa vjeç ishte goca juaj kur mori vesh të vërtetën nga mbesa ju? E ka qenë 7 vjeçe. Sa e vogël. Po, edhe nuk ka me të vesh, po ja ka mbesa, goca motrës, sa më kupton. E kuptoj, bashkë moshatare, fëmijë që ça dëgjojnë në familje i thonë. Bravo. Qa kam në ty? I thot ajo, pse me të vile të qeke hadhe, po mund ka Paola, për bos të motrës me djel, që mund ty të kam hadhe. Je ko të vlajt, i thot, anë e këte,
Nëse nuk e shpreh fëmia ke jema vetë apo ke jati, po gjithmonë shkote ke motra, o halle, gjithmonë se lutë edhe me besën e njërë tjetër, në kupton. Vjen një kohë që e merr vesh i shoqi, që jati gocës që është sot. Po, ai që njihet me letra, po? Bravo. E merr vesh, kështu, me kanë po bën disa debate një tjetër. Edhe po lushin fëmijët bashkë që lushin, dy gozat, Peter ishte tani llave motrës time se kishte qenë dy prezent. Violeta shikoi si e tërheq gjakun, kupton? Por se jam të dyja një. Edhe ky e di shumë mirë, që e ka marrë vesh tash, kupton? Po pa vite që e ka marrë vesh, që ajo gocë është e imja. Por edhe pse ai e zbuloi të vërtet, nuk pati ndonjë ndarje me gruan. Jo, nuk u ndan, as nuk u ban. Por dua të Luftar, dua të pyes, kjo e vërtet u zbulua nga mbesa juaj, i ka qenë mbesa juaj e vogël që ka treguar gjithë të vërtetën, vajza juaj e mori vesh që jeni ju babai, por ish e dashura juaj nuk u kontaktoi asnjëherë për t'u treguar që kjo histori u zbulua? Jo. Se unë jam e sigurt. Nuk kontaktova dhe se nuk doja, se unë, po me ti që është kontaktu, bi ma bet një që u zbulu që është, bo ca i më kam qenë të në Greqi. E kuptoj. Edhe nuk e dija, se mbesa që lapos edhe i kështë dhe një të vërtet që e koca da e stim. Kupton? E kuptoj, por unë jam e sigurt që vajza juaj, kur ka qenë e vogël dhe ka zbuluar të vërtet, nënës së vetja ka treguar. Ajo ka komunikuar me nënën e saj, se një fëmijë që nuk di të shpjegoj që pse kam një baba në shtëpi, një baba në Greqi. Apo jo, po të tregoj diçka tjetër që kam komunikuar me gocën, ku kam marrë në Greqi, që kam qenë në Greqi mas shumë vitesh, mas 5-6 vitesh. Po? Qeta numrin e telefonit, edhe e kam marrë telefon. Vajzën. Bravo. E fëmijët e mi, se unë kam edhe 4 fëmijë tjerë që jam të martuar, kam të ndhej. Fëmijët e mi e tini ministri se e tregova fëmijëve që keni një motër atje, një tjetër çdo gjë. Nuk e mbajtë sekret, e qartë. Më përpara u lidh djali me çupën që kam në Shqipëri, u lidh nga interneti. Po. E thotë di kush jam unë, jo nuk e di. Unë jam vllai jot të filani. Se goca ishte ndjeni tash se ku kishte babën, a kupton? E qartë. Jam djalë i Milanit, edhe je motra ime. Fletë edhe me gjithë kalamaj, me 3 gocat e tjera, plasin e bajnë, kishin komunikime, një tjetrën. Por ti vetë ku ke folur për herë të parë me vajzën tënde? Fmitë kam folur më përpara se mu. Po? Pa mrapa kam folur me gocën. I gjetëm humin, i folë, tash unë jam filani, baba jote, një tjetër, i ka marrë vesh ta, se më ka thënë edhe hala leta, për motrën që kam folë edhe me motrët e mia dhe me vllajën tim, për fëmijët e mi, kupton? Po. Kur do vish do marrësh, e kur do vish do mbash, tash në gjohë, unë nuk të marrë dot. Ti e doja që të njife se njerëz sot jemi gjallë, nesër mund të vdesim. Mos i le dhe fëmijët që të njohin edhe motrën e vet, apo të njohësh motrët e tuaja dhe vllajt aty, një të vërtet. Se ma kërkun edhe fëmijët bakë dhe të njohim. I dashur Luftar, më fal që ndërpres, sa vjeç ka qenë vajza kur ti fole për herë të parë me të? Vajza ka qenë 14, 15. Por sot sa vjeç është vajza? 26 për 27. 26 për 27 vjeç. Pra, në telefonatën e parë, pa të njohur, ajo të kërkoj që ti ta merri në Greqi. Më tha, papa, ti, se i tha që jam papaj. Mirë, papa, ta ti i ke, tha, në Greqi, i more familjen dhe fëmijët e tu. Po mu pse m'le? Pse nuk më more? Tash nuk ishe ka që letë që unë të merja, se janë disa gjana që nuk i kupton, po do vi ditë që do sqaroj nga hapër. Po di për Shqipëri do vi do sqaroj.
Dhe çfarë ndodhi më pas? Kjo kishte pyetur me pastaj djemën që unë fola me babin, në këtë jema i thotë, jo, nuk është babi jot. Ai nuk është baba jot. Edhe kishte ballafe me bocën, nuk i çallafe. Ja kishte mush mendin që thënë që nuk është babi jot. Kur e marrën prap mas një muaj, 2 muaj, flet boca shumë keq. Si më merr telefon, unë jam një mitur, do të ngënjesh e babi im, për çfarë më bën këto? Pse babai më vola me mamin, ai thotë që s'jam goca jote. Tash në që gjithë sqaroj nga afër, nuk të shkatërroj familjen që keni, se nuk është mirë. Dhe kaq, ngeti shumë i gjallë, që si ku të zonë ditë më flasësh më që janë babi jote, unë do shkojnë polici, do denancoj, lutonin të njeni një minorene, një shumë i vetë po fliste goca, edhe vetë s'pa e kuptoja. Dhe që nga një moment, ajo nuk të hapi më telefonin? Bravo. Ndërsa ndroja ndresa këto një tjetërën. Para nga 5-6 muaj goca vogël, se është maturë. Po. E merë një e gjenë prapë, kërkon, ka 2 vjetë që e kërkon goca dhe e gjeti prapë. I thot, Nisa jam motra jote, se Nisa ka jemi goca, jam motra jote Katerina, më ka marrë malli, do të flasim, do të bajmë, se i shputëm ato kontaktet e një tjetër. Ajo i qonë mesazh, edhe i kam këtu ato mesazhe. Po. Që vazhdoni nga jeta ime, mos më ngënjeni man, ngënjyt po isha minorene, po nuk ngënjeni, nëse doni ta shihni, tash i qonë mesazh ke goca, nëse do ta shohësh babën ta gjallë, se po erdhi babi im e vleztë e mi atje, do shkoj gjaku ashtu, ose do ta kalë babin ta në burë, dhe ka shumë gjalla. Le të themi mesazhet që ajo dërgoi ishin të mbushur me urrëtie. Shumë, urrëtie të madhe. I dashur luftar, e kuptova, ma sqarove edhe kontaktin e parë të vajzës, që ishte i pari dhe i fundi, se më pas ajo vendosi që të shkëpuste kontakte, se sigurisht ajo ka folur me nënën e saj dhe nëna e ka mohuar dhe vajza vendosi të mbyllte telefonin. I dashur luftar, gjatë kësaj periudhe, nga mosha 14 vjeç dhe deri sot që ajo është 26-27 vjeç, nuk e more guximin të flisje me ish të dashurën tënde që dua të di të vërtetën është vajza ime apo jo, edhe pse ju thoni që jam i sigurt që është vajza ime. Për të vërtetën unë e deklaroj edhe vi që nesër me DNA, me gjitha jam 1.000.000% i sigurt që është vajza ime. Vi ta deklaroj. Në qovë, se qëndron e kundër ta, prap, se të fusin burë në të bajtë si të dojnë. Jo, por në burë... Ka që gatshëm jam. Por e di që jam shumë i sigurt që është vajza ime. Më falë, du të theme plot bindje të eci me liqë në qënë se unë jam gabim. Më kupton? Po të dëgjoj, po. Bravo. Unë du të eci me liqë, një të vërtet. Nuk do si gjatë tjetër. Edhe nga goca nuk kërkoj që, apo nga prindrit e gocës, vetëm thjesht që të kenë lidhje motra me vlezër, ta nuk se mu që ta marrë gocën. Se goca sot u ka banë po banë shumë pak ditë, në duket një muaj që ka lindë. Është martuar, është martuar dhe ka familjen e saj. Bravo, ka familjen. Edhe nuk du që t'i shkatëroj as tjetër fëmijës, as tjetër e familjes që ka fëmija në buton, nënës e të babajt, thjesht, të njëfe fëmijët se nuk do rrojmë 200 vjetë. Nesë pas nesë nuk du që t'ja tregoj vetëm natës varit, po t'ja tregoj dhe fëmijëve që kanë edhe motër tjetër. Si ku ja kam thanë. E qartë, i dashur luftar, në momentin kur vajza ishte 14 vjeç, kur ti fole për herë të parë, ajo të pranoi si baba, por pas telefonatës, pas bisedës me nënën të mohoi, fliste vajza me motrën tënde, me besën tënde në Shqipëri? Po, flisnin. Pastaj ikën për në Itali, nuk e di sa netër akoma ikën dhe ato si familje për në Itali.
Por çfarë i kishte komunikuar vajza juaj motrës tënde momentin që ajo të mohoi ty si baba? Nuk e di, mama nuk mësova asgjë. Se që kur i preu me telefona me gjitha dhe foli në një mënyrë, nuk e di si ta shpjegoj, që atëherë ngela thash lere se është e vogël, mos i krijojmë probleme, mos i krijojmë kupton, nuk do që t'i krijosh shqetësime fëmijës, apo nuk e di si mund të mendonte fëmia. E qartë, dhe sot ti nëpërmjet këtij live-i kërkon që ajo të pranoj si baba, të flasi me motra dhe me vëllezërit, me fëmijët e tu nga martesa jote. Bravo. Nuk dua që ti sjell probleme në familje, ke nëna ke babai që ka, as probleme ke shoqi që është martuar. Ti është njofi vëllezërit edhe motrat, asgjë tjetër. I kaçëm, thash edhe herë, se ka futur letrat akoma s'ka dalë leja qendrimit, i ka futur letrat dhe po pesë dalë leja qendrimit. Unë jam i kaçëm. Për çdo që të vi në Shqipëri mbaj test DNA, gjithë që të bindet edhe as që si fëmijë që nuk e ka mashtruar. Nuk do të mashtrojmë një minorene se ku ka fol, edhe që t'ikim nga jeta e saj. Më kupton? Por ti këmgull që je babai biologjik. 1.000.000%. Fi për çdo lloj gjë, për test DNA, për ballafaqime si me djamin, por nuk do që ti shkaktoj probleme. I dashur luftar, dua të pyes, ju jetoni me bashkëshorten aktualisht në Selanik? Tani unë jam antar nga bashkëshortja, jam martuar me një greke, tash dhe kam dhe 4 fëmijë tjerë. Është martesa e dytë e jotja me celebrime. Bravo. Bravo. Dua të pyes për gruan e parë në Durrës. Kur ajo e zbuloi të vërtet, besoj është lënduar dhe ti je aq i sinqert brenda vetes ta kuptosh që e ke lënduar atë grua. Normal. Nuk më ka faj gruja, nuk ka faj asnjë, nuk jam mia, i banoj çdo gjë që... I dashur luftar, në momentin që ajo zbuloi tradhtin, ishte ajo që të kërkoi që të largoheshit për në Greqi? Jo, unë. Ti nuk doje ta prishe familjen dhe pse kishe gabuar? Nuk doja të prishe familjen. I ke kërkuar falje për tradhtin? I kam kërku falje, më ka falë, bashkëtuam bashkë për shumë vite, për një 15 vite tjera, pastaj u ndam. Por kur ajo mësoi që ti kishe një vajzë, si reagoi? E dinte shumë mirë atëherë se thash që ku isha në Shqipëri, nëse ime e mori vesh vërtetën. Që në fillim që ajo ishte shtatzën. Që në fillim ku ishte shtatzën. Ka qenë 5-6 muaj atëherë nuk e di. E mori vesh vërtetën edhe i vajti në shtëpi dhe e zui për flokësh edhe kyshe ka ngratë, a kupton? Pse grua... Edhe ditë fëmijë. Grua juaj shkoi tek e dashura juaj dhe e dhunoi e rrau. Po, jetonim atëherë në Shqipëri. Por ç'a ndodhi pas kësaj ngjarje kur ato u goditën me njëra tjetrën? Ç'a ndodhi? Ishi ty që shkuat i ndat apo përfundua në polici? Jo polici, po kjo motra, unë kisha përshërit e mija 2 rreth, unë tanu, banë do dhëllë me kashkë më vetë. A më kuptoj. E kuptoj. Pastaj, as 2-3 ditë tjera, nuk e zgjata më tepër, marrë rrugën të përveqi, ka marrë nga mali, se atëherë pakat, ka letra, e ka marrë të tek. Dhe më pas troqe familjen, gruan dhe fëmijët. Po, erda bashkë me nusën me familjen gjithë, njerë. I mora nusën me 3 fëmijë, se 3 fëmijë kisha atë në Shqipëri, njëra në palin të këtu. 3 fëmijë nga martesa e parë, dhe sa fëmijë nga martesa e dytë me greken? 4 kam nga martesa e parë. Po? Dhe nga martesa e dytë kam 4. Ke 4 e 4 8, dhe një fëmijë ke me të dashur 9 fëmijë. Bravo, ne. Babai i 9 fëmijëve. I dashur luftar, por pse u ndave me gruan e parë? Ajo të fali tradhtin, gjë më të rëndë që nuk falet, me thënë të drejtën. Pse u ndat pas 15 viteve nga tradhtia?
Themi të drejtën, unë atëherë kam rënë në burg këtu në Greqi. Në dënuar 10 muaj atëherë, jo kur do na jashtë, po që nga burgu vetëm tha gruaja që kishte një lidhje tjetër. Kupton? Ajo të tradhtoi. Po. Pra, momenti që kire në burg, ajo vendosi të gjende një partner të ri. Po, gjeti një partner, një grek, bashkëtonte me tjetrin, nuk e di tash, i vdi që ai është me tjetrin, nuk e di, me kanë nuk flasim vetëm për interesat e fëmijëve, nuk ka intereson nga tjetër. E qartë, ajo ka jetën e saj. I dashur Luftar, kur dole nga burgu dhe mësove tradhtinë e gruas, si u ndjeve? Shumë keq, nuk e di si ta shpjegoj, nuk e kërkova prapë që të më kthete mrapsh për atë fëmijëve për një atë sikur falim u gruaja shumë ta falja dhe u gruan. Edhe nuk donte më kthy më, do të shikote jetën, pengesa nga më nuk ishte apo ty tuzi apo tu vatar jo, do të shifte jetën, ta shifte jetën. Se don isha unë i parë që bëna gabimin në jetë. Dhe më pas ajo e dyta. Bravo. Si vazhdoi jeta jote më pas në Selanik? Gruaja të ndau, mori fëmijë tiku, çfarë ndodhi me ty? Jo, një ishte martu vetëm një gocë, gocë në vogël, e mbajti musën, sa po pasaj që ke goca madhe, se goca madhe martume me fëmijë, dola nga burgut, shkova e mora gocën, jetoj me mu goca po të thush 6-7 muaj dhe ajke ishte gocë të të ma mirë sa papi që shikoj jetën, unë të rike motra. Ti kur të bash mirë, në lidhësh e të bash, mirë jetoj prapë me ty. Përsa këtu njofta me një gocë greke, bashkëtuam, u martuam, erdhëm në Shqipëri, bam celebrimin. Edhe dhe këtu deklarova dhe këtu celebrimi që jam martu me filakën. Goca u rritë mashallah, po thush, u martu ka banansat. Jo. Dhe nga martesa e dytë me shtetase greke, solle 4 fëmijë. Dhe kështu u bëre babai 9 fëmijëve. I kam 3 fëmijë edhe një të nusës, se ku e ka marrë ka me një fëmijë, 1 vjeç. Dhe kam rrit vetë, po nuk e deklaroj se është fëmija e ish dashur, ish burrit, po është fëmija im se unë e kam rrit sot gani është 10 vjeç. E kuptova. Por fëmijët e tjerë çfarë moshe i ke me gruan greke? I madhi është 6 vjeç, tjetra është 4, një tjetër sa po bëri vitin para sa ditësh. Ja dëgjova zërin, kur teksa ishim në intervistë, dëgjoja zërin e një bebi. Është fëmija. Me jetë s'ki kesh, me jetë i kesh i dashur Luftar. Por me fëmijët nga martesa e parë, ke kontakte, besoj të mira. Shumë të mira. Nuk përgjat të mbysin, palen time nuk bëjnë gjami, kam kontakte jo të mira, por shumë mira. Zonë me gjithë nuk ndava, por kontakte me fëmijët, tu vi kam dhejtë pranë, për çdo gjë, për çdo hall, për çdo problem. Me gjithme nuk ndava, po fëmijët nuk i kam lanë një fjallë tërë zotit, ose se u martune dhe të tjetë qofin jetër me burët. Dhe akon tjetër e të të shumë me burët, po si papë, i kam të një pra për çdo problem. Fëmijët nga martesa e parë që janë të rritur, të martuar të gjithë, besoj që i duan motra dhe vëllezrit që i ke sjell nga martesa tjetër. Tu i kam të gjithë në gordin mrapa tyre, nuk e di si ta shpjegoj, ka i shumë i duan. Por nusja shtetase greke, si e ka pritur historinë e jetës tënde kur ja ka treguar që ke tradhtuar gruan e parë, ke një vajzë, ajo të lanë. Çdo gjë e tretë, që u dogja i herë dhe mos digjen prapë. Ma mirë ku ja thu, edhe je me i qetë, bravo, se sa ku ta majvesh nese pas nese, se ra kujtëra se vape tjetës, rashi e nga fiku nuk du të pi prapë. Gjithmonë vërtetën, shqyqyrë Zotit jemi mirë, kalojmë për bukuri, si me fëmijët e parë, si me fëmijët e dytë, si me edhe me ishtë nuse me fjallë kemi marrëdhënie mirë për punë e fëmijëve, kemi martu gocat, kemi martu kalamajt, kemi qenë bashkë, për smundje, për një, për tjetrën, për çdo gjë me fjallë kemi qenë bashkë.
Dhe luftar, përpos gjithë shkaje që ka ndodhur në jetën tënde, se unë jam askushit të paragjykoj ty, bravo, që ke një mendje të hapur, open mind, dhe për hir të fëmijëve, me ish gruan, ke qenë në dasmat e fëmijëve, në të mire, në të keqe, pavarësisht se jeni ndarë. Keni qenë pranë me njëri tjetrin për hir të fëmijëve. Se për të mira, se për të këqija, ne kemi qenë bashkë për çdo gjë. Ju kemi dalë vallat me kalamajve, ju kemi përgjigj për çfarë kanë. Vetëm kjo, edhe si gjë më tepër. E qartë, se ju jeni ndarë dhe... Të e di dhe nusja që kam sot, i di shumë mirë, se vi kalamajt këtu, se jam bërë 9 herë gjysh, ka 4 fëmijë të parë. 9 herë gjysh. Po, edhe një nga tjetër që mu ka bërë Shqipëri të shi 10 herë gjysh. Dhe jeni vetëm 53 vjeç. 53 vjeç. Jam atë dhe i vogël. Je bërë gjysh edhe nga vajza që po kërkon sot. Po, atë tash pra. Edhe në Shqipëri, për vajzën e përcaktuar, e qartë. I dashur luftar, unë e kuptoj që ti pas ndarjes me të dashurën tënde në Durrës, që sot një jetë një vajzë dhe gjithë qëllimi që e këtu në live modetën është të gjesh vajzën tënde, të flasësh me të dhe ajo të pranoj si baba. Ti nuk e more guximin të flisje me ish të dashurën sepse kishe frikë mos i shkatërroje familjen. Jo, së gjinapa. Unë jam e sigur që ajo këtë live që ne po bëjmë të dy do e ndjeki. Ne vërtet emri nuk e kemi përmendur, imazhin e saj duam ta ruajmë, mos ta identifikojmë, por ajo sapo të shikoj ty do e njofi. Do të njofi. Asë më diskutohet që do njofi, nuk... Sepse ka pasur një marrëdhënie me ty sigurisht 1 vjeçare dhe ka sjellë një jetë vajzën. Por përpara se të pyes, vajza kujt i ngjan? Juve apo asaj? Vajzën po tregojnë fotografien edhe timet, edhe vajzës kësaj të fundit që ka me nusën e parë, të thush janë binjake. Nuk i ndan dot. Si motra. Nuk i ndan dot. E kuptoj, ka ngjashmëri me motrën e saj. I dashur luftar, nëse ishe dashura, do të ndiqte. Ajo që ka mohuar atësinë, sepse ju jeni vërtet i sigurt që jeni babai, por 100% sigurt nëna është ajo që e di me kë e ka fëmijën. Unë do doja ti përcjellje një mesazh ditën e sotme asaj zonje, ose më saktë ish të dashurës tënde. Unë du vetëm të që mos e keni gocën. Po, mos e keni gocën që nuk jam unë babaj. Asë që tjetër që gocët nësoj një të vërtet, se s'du t'i marrë që nafet nesër për fesë, se trashet e tjetër, nuk do rrem nga 200 vjetë. Do vitë që të vdesim edhe mos i marrim që nafet e vete. Pra ti i kërkon ish të dashurës tënde, ti tërgoj të vërtetën vajzës që ti je babaj. Bravo. Pa i kryuar probleme në familje, pa nuk tu mi fjallë se gabimi ka qeni imi, më kuton. Gabimi ka qeni imi që unë i martuar për shembull edhe lidhe me një tjetër. Gabimi ka qeni imi, nuk baj asnjëherë me faj, sikur nusen edhe nuk du fajsoj asnjë. Në gjithë të histori, e qartë, tradhtin e bët ju dhe faji është juaj, ju e pranoni të gjë. Kupton, edhe jam i gatshëm për këtë, ja përgjigje për çdo. Po, edhe jam i gatshëm për të gjë që pranoj çdo gjë që është e vërtetë, çdo gjë që unë kam pas. Çdo gjë që është e imja, unë të deklaroj si të duan, jam i gatshëm për këtë gjë. I dashur luftar, por vajzës tënde, që sot është 26 për 27 vjeç, që të njeh shumë mirë se ke pasur komunikim, çfarë do i thoshe? Kam qenë në Greqi dhe i një shoku im në Shqipëri, i kam shkruajtur një letër, i kam dhënë një fotografi time. Vajzës? Po, i kam futur këtë letra, edhe kam thënë motrës që të japi vajzës. Po ca motrës në qartë, se mi që rrini bashkë aty, japi këtë letër, edhe i tërgove që jam babaj, nuk shumë mosit me, se nuk mund të sjarë të të afer, so ka pas probleme dhe Shqipëri më kupton. Ka pas sa problemet njën, edhe dhe për të shtyë nuk ka marrë do, dhe një tjetër një fjallë, nuk që si mund të sjarë nga një sot letër të njën. E me fëmija letrën, e lexon, i sot edhe të qemës, që më ka arë një letër, kjo është babaj im, me të fotografi,
Jo, i thot, nuk është baba jot, gjenjene, të bajnë një tjetër. Unë ja kërkova në telefon të jamë, jo se për që tjetër, po që ti thot që të vërtet fëmijës, më kupton. Nuk do që që tu ti marrë fëmijën, apo tu, asje, nuk baba ki. Ti kërkon që vajza jote të mësoj të vërtetën dhe të pranoj si baba, e qartë, e kuptoj. Luftar, kush është mesazhi që do t'i përcjellje vajzës tënde? Jam e sigurt që edhe ajo do na ndjeki. Nuk e kam shqetësuar se ishte edhe vogël atëherë, edhe nuk doja që ty për shembull shkataroja në familje ku goca jeton, na jam nga jadi, ambudon, edhe nuk nga kjo se ka marrë dhe guximin. Nëse do ta kishe përballë, siç më ke mua sot, çfarë do t'i thoshe vajzës? Thjesht, duhet t'i thoshe që ato që të mush meni që nuk je goca ime, nuk jam në gënjeshtër, po janë ata që thonë që është në gënjeshtër. Edhe jam i gatshëm për çdo gjë, sikur se goca nesër të kërkoj, që ditë baj test DNA, unë jam i gatshëm. Për të bërë analizën ADN-s dhe për të vërtetuar që ti je babai. Edhe në qoftë se nuk deka shufësh, siç e deklaroj unë, a e veproj me ligj. Ta i sigurt jam. I dashur Luftar, unë uroj dhe shpresoj që goca juaj të më telefonoj, ta ndjeki këtë live, të më telefonoj dhe uroj që të pranoj si baba nëse ti je ai biologjiku. Unë të falenderoj dhe ty që more guximin të tregosh një histori të vërtet të jetës tënde për ta bërë publike dhe mbi të gjitha për treguar një tradhtim. Ndoshta nga e shkuara jonë s'duhet kemi frikë dhe sa të vërteta mbeten të vërteta dhe s'duhet kemi frikë, nëse kërkojmë ndihmë disa gjëra do t'i themi siç janë dhe jo të gënjejmë dhe t'i zbukurojmë gjërat. Të falenderoj për sinqeritetin, sinqerisht. Ta tregova të historisë se thashë identiteti që nuk duhet marrë gjënafe me vete dhe kërkoj falje familjes që jeton gocat nga jam nga janë që kërkoj falje për çdo gjë që po e bëjnë publike këtë moment, kupton? Po jo se kam diçka me ato, apo të kam diçka me mu. Nuk kam asnjë gjë, edhe aty nuk e di ça kemi faleminderit madh që kërkoj që e ka rritë gocës se është gocë ti. Shpirtërisht, sa i e ka rritur. E vërtet, ai e ka rritur dhe shpirtërisht është babai i saj. Ai që rrit, ai që sjell në jetë, nuk them që unë jam baba, ai që rrit, por atë mendoj se është baba. Sikur korrisë të unë një fëmijë këtu. Të gruas tënde. Luftar, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Uroj dhe shpresoj që vajza të më telefonoj. Ajo nuk është e humbur. Sigurisht ajo jeton diku këtu në Shqipëri. Nuk është e humbur. Mund t'jap edhe pas se ka goca vogël. Pas kuintave, jo tani në këtë live. I dashur Luftar, vajza juaj nuk është e humbur. Ajo jeton diku jashtë shtetit, jo në Shqipëri. Uroj që të na ndjeki, të më telefonoj dhe uroj që të lidhet me ty. Uroj që zëri juaj të dëgjohet. Kështu që do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana, Luftar. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të përçoni një mesazh, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet. Keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni që të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këtë histori shqiptare, histori reale, histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër live ora 10 këtu në YouTube me një tjetër histori. Mirupafshim.